Vlora do të ketë kampusin më të madh të shkollave profesionale në rang vendi. Kantieri tashmë është bërgati, është rrethuar dhe së shpejti nisin edhe punimet. Pritet që në ambientet e shkollës industriale të ndërtohen 3 godina që do të jenë moderne dhe funksionale. Një prej tyre do të jetë godina e shkollës tregtare, një godinë që do të shërbejë për praktikat profesionale. Drejtori i shkollës industriale Gentian Boçi thotë se projekti parashikon ndërtime moderne dhe bashkëkohore. Është godina që do shërbej për shkollën tregtare, është një godinë që lidh 2 godinat, por ndërkohë do jetë brenda saj do ketë palestrën, do ketë sallat e reja dhe për shkollën tonë, bibliotekë, ambiente që i shërbejnë rritjes së cilësisë së mësimdhënies në shkollë, po dhe të edukimit. Pastaj do jetë edhe një godinë tjetër e cila do shërbej për të bërë praktikat profesionale shkolla tregtare. Është kuptohet që do jenë godina, nga që kemi qenë pjesë e grupit të projektimit. Në 2-3 vitet e fundit kemi marrë me këtë pjesë, janë godina jo vetëm moderne, po janë shumë më funksionale, janë të përshtatura me kërkesat e reja dhe me mënyrën e re të mësimdhënies në arsimin profesional. Po a ka nevojë kampusi shkollave profesionale për një konvikt të ri? Njëherë për njëherë nuk ka nevojë për një konvikt tjetër, pasi shumë nga nxënësit tanë për arsye të punësimit gjatë viteve të shkollës, pasi nxënësit tanë fillojnë punësojnë që në vit 2, preferojnë edhe për shkak të orareve të punës të marrin shtëpi me qira dhe ndërkohë me të ardhurat që sigurojnë nga puna, nga profesioni, nuk e kanë problem të përballojnë një qira në qytetin tonë, megjithëse në qytetin tonë qiraja është e lartë. Godina e shkollës industriale do të qëndrojë dhe nuk do të prishet, por do të zgjerohet. Po ashtu do të rikonstruktohet edhe baza prodhuese. Godina këtu do të qëndrojë, do rikonstruktohet, do ketë një shtesë të godinës për të përshtatur hapësirat në varësi të numrit të nxënësve dhe veç kësaj pastaj do bëhet një rekonstruksion total i bazës prodhuese, i cili për mendimin tim është gjëja më kryesore që i duhet shkollës industriale për të përshtatur ambientet që ne kemi faktikisht të viteve 70 që kur është ndërtuar shkolla në ambiente moderne të përshtatshëm jo vetëm me profesionet e reja, po dhe me kërkesat e reja të nxënësve, me hapësirat, me vëllimin, po njëkohësisht edhe të përshtatur me mënyrën e re se si punohet sot në ndërmarrje, duke pasur parasysh ndarje në poste pune dhe disa gjëra të tjera që lidhen me profesionat. Kampusi do të punohet me disa faza. Boçi thekson se nuk do të cënohet procesi mësimor, por brenda 5 vjetëve kampusi do të ketë përfunduar. Kampusi është me faza sepse ne do vazhdojmë, ne nuk duhet të prekim procesin mësimor në shkollën industriale. Procesi mësimor duhet vazhdoj i paprekur derisa të marrojë gjithë investimi dhe kjo është arsye që investimi do shtrihet në faza, po unë besoj se brenda një periudhe 4-5 vjeçare çdo gjë do jetë mbyllur dhe ne do kemi në qytetin tonë kampusin më të madh profesional në Shqipëri, pasi dhe investimi është i tillë, i cili parashikon që ky të jetë kampusi më i madh në Shqipëri. Kantieri është tashmë dhe po ngrihet në territorin e shkollës industriale dhe shumë shpejt do të nisë edhe ndërtimi i kampusit më të madh të shkollave profesionale në rang vendi.